Jo, besoj se ishte e rëndësishme të ktheheshim në shtëpi me 3 pikët. Andorra e dim që është një ekip që rrin gjithë mbas topit dhe është e vështirë të penetrosh nga brenda me topin. Duheshim folëm që servitë e djeshme që duhet gjenim golin 10 minutat e para që t'ishte loja çik më lehtë dhe Aslani futi një super top dhe shqyr zotit dolëm 1-0. Jo, jam i kënaqur për gjithë lojtarët edhe njerëzit që ishte ndeshja parë si Sheu dhe çunat e rinj si Pajaziti që futën lojë, pastaj rikthimi i brojës, Urzuni u kthye prap gol, Aslani bëri super ndeshje. Gjithë çunat, jam i kënaqur për gjithë çunat. Jo, besoj se ndeshja me Serbinë s'ka nevojë për motivime, tani do kthehemi nëpër klube dhe pastaj do fillojmë mendojmë qershor kur të kthehemi prap grumbullim.